Futbollist kampion, trajner kampion, drejtor teknik, titullar I federatës, analist në shumë emisione sportive dhe drejtues I shkollës së trajnerëve. I rritur në një ambient familjar ku bëi tifo për Tiranën, I edukuar sportivisht tek Partizani, kampion si trajner me të dyja rivalet e mëdha të futbollit, të përmbledhura të gjitha në një emër, Sulejman Starova. Profesor Starova, të falenderoj që je pjesë e Studio Sport për të rrëfyer disa gjëra të veçanta të karrierës suaj si futbollist, por sigurisht edhe si trajner. Kënaqësi. Starova, si mundi pinjolli një familje intelektuale si e juaja të shkëputej nga rafti I librave edhe të shkonte drejt fushave me balë të futbollit? Kaq e madhe ishte dëshira juaj? Po, me thënë drejtën, ato ka qenë kjo periudhë pra ku familjet përgjithsisht ishin të interesuar që fëmijët merreshin me shkollë, edhe e konsideronin si pengesë të marrin me sport për të dalë mirë me mësime. Edhe praktikisht edhe njerëzit e mi familja ime ishte menen ke mësimet, po ishin po ato që ma futën në gjak, sepse qynë mosh teshme që adoleshent 5-6 vjetë kam shku në stadium edhe transmetova emocionet e babait e gjajës gjithë familjes për ekipin e tyre dhe gradualisht fillova që ato që shikojnë në stadium të lujem me ato shokët e lagjes. Veshim dy gura dhe lyshim nga mjesit deri në darkë, po pa lejen e prindërve. Kështu që edhe në këtë pengesë që kisha, që familja s'duhet dinte gjë që luja, unë u aktivizova, më kujtohet, me një ekip Partizanit, Gani Merja ka qenë trajner. Ajo zgjati një muaj, sepse ishte një aktivitet që bëhesh jashtë Tiranës, unë s'mund shkoja, se s'dinte gjë familje. Kështu që e lash. Përsëri pasioni që më ishte fut indirekt, fillohem pa dhe Pinerit, me një profesor të nderuar Osman Reçin. Ja ju ishte mik I babait, I tha djali sikur ka çik kështu, mund bëhet. Çfarë djali thot baba? Si punin leje, thos edhe, aty më la zyrtarizu, deri sa vazhdu më saj. Edhe ishte shkolla mjeshtrisë, sa ishte hap, shkolla mjeshtrisë, shkëndia famshme. Në atë kohë, 4 vitet e mjeshtrisë ishin shkoje direkt për shkollën e lartë, në institut ishte e lidhë me ajo, dhe aty filloi karriera e gjithë dhe pastaj. Tirana e fëmijërisë suaj në fakt ishte një kompleks gjigant sportiv me disiplina të ndryshme. A kishte një sport tjetër të preferuar për Starovën, apo vetëm futbolli ishte dëshira e vetme? Jo, çdo gjë ka të bëjë me atë që mora nga trashëgova nga familjarët e mi që ishin përgjithësi sportdashë me gjithë disiplinat dhe veçanti futbollin. Po kujtoj që për shembull qëndrimi në shtëpi, do ndiqesh gara ciklistike apo aktivitetet e ndryshme, ato ndiqen njëkohësisht prindët e mi, baba, xhaja, jo vetëm aktivitetet Shqipëri, po dhe jashtë, edhe nëpërmjet radios, jo Giro d'Italia e ciklizmit e këto me radhë dhe më e veçanta pastaj ka qenë që kur ishim vegjël nga stadiumi Xhamal Stafa, që I kërkonin mërojeve të hyshin pa bilet se ishin vegjël. Pastaj mas dite me vrap pallat sportit ku ishin lojnat me dorë. Ai pasioni veçantë për basketbollin, sigurisht edhe për voleybollin pëlqente. Kapërcimi nga futbolli I masivitetit tek seleksionimi me ekipat e moshave, ishte një surprizë apo e ndjeje në fakt që do të ndodhte? Jo, ishte thjesht transferimi asaj që shikoja në stadium që më pëlqente, thash indirekt, edhe kënaqësi I jep topi pastaj, në fillim ke rrugicat, pastaj siç e thash, I organizu me ekipet sistemit zinxhir klubeve, që kanë qenë shumë të organizuar në atë kohë. Ashtu ishte sistemi e favorizonte. Edhe gradualisht pastaj kur futesh në shkollë të futbollit, rruga ishte jo me para 3 kampionate, jo me 3, jo ekipi parë. Direkt domethënë si thush që nga ai momenti amator ligut që thuti në për rrugica, në për kështu, pastaj kur fillon aktivizohesh me një skuadër fëmijësh të klubit, ke marrë drejtim. A kishte Starova një futbollist model që do dëshironte t'i ngjante? Nuk isha një të vetëm, sepse në atë kohë unë kam arrit të shoh edhe Panajot Panon, Skënder Alilin, edhe pse isha I vogël. Kam arrit për shembull në 64-65 që e kujtoj mirë. Ishte Tirana, Partizani, Dinamo, në atë kohë, Vllaznia,
Kështu që nuk është se kam pas në një veçantë. Futbolli i viteve 70 ishte shumë popullor, me stadiumet e të mbushura dhe futbollist idhuj. Si e kujtoni ju atë periudhë? Po ajo është gjithë fillimi i historisë profesionale ku unë kam pas fatin për shembull që të luaj. Ne me tritë e Shkëndijë zakonisht trajneri kombëtarës ka qenë Loro Boriçi dhe ai përpara ndeshjeve ndërkombëtare nuk bënte mjësore me kështu. Skuadra si kisha mos dëmtoheshin lojtarët. Edhe na merrte gjithmonë neve. Imagjino të lush kundër Panajot Panos, e gjithë brezit famshëm të asaj kohës, po i përmend tjerët me radhë. Kështu që ajo ka qenë një kënaqësi e veçantë, pastaj gradualisht kur unë shkova në ekip parë që në 72-shin isha 17 vjeçar. Atëherë edhe ke parasysh luajshe kundër Panajotit lunda akoma. Elie Pernas, Kallaj Zëri, më vonë ajo Shysh Ballgjini e treshja famshme, Tirana këtej me Petit Driba, çdo skuadër superiore, si ishte kategori e parë në atë kohë, ishte me lojtarë cilësore mbushur. Edhe të kujtoj me nostalgji, domethënë. Kjo ka bëjë që të rriteshim edhe në ana profesionale, se ishin gjithë ndeshjet e forta. Rivaliteti i klubeve ishte në shkallën më të lartë. A fitoi mjaftueshëm Partizani juaj apo edhe tani ka ndoshta ndonjë peng? Shiko, në fillimet ku kam filluar në 91-shin, edhe nga 92-shin ne bëm një, po t'i kthehemi të kaluarës, bëm një ndërmarrje të përbashkët, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me italianë të zyrtare, me gjithë ministritë më kujtohet në atë kohë dhe sigurisht që skuadra drejtohesh nga italianët, kishin mbështetje shumë të madhe financiare, me faza preditore në Itali, me baza materiale fantastike dhe rezultatet që ishin trofe, fitoheshin vetëm ne, nga 92-shin, 93-shin deri në 94. Kampionat, kup, superkup, edhe me dinjitet edhe në arenë ndërkombëtare, se përjedhoi kur dile kampion. Shkoja në Europë, më kujtohet ndeshjet e famshme me Feyenoordin e Rotterdamit, me 6 lojtarë të ekipit kombëtar. Edhe ai brezi famshëm pastaj si trajner, se si lojtar kam eksperiencën tjetër, edhe ajo është e parushme, 3 ndeshje të famshme kemi bën atë kohë, me Austrinë e Vienës, me Malmön, edhe me Celtic Glasgow. Celticun, po. Partizani, në fakt, ato gara europiane ka regjistruar paraqitje shumë dinjitoze. Sa i keni shijuar ato ndeshje? Më shumë mbrapa. Koha që të shkojë deri ke takimi ishte pak me vujtje, sepse fillonte faza preditore. Ne kishim kushte shumë të mira në klub, por kur dilnim jashtë, që dojshim. Edhe konkurenca për të qenë pjesë e skuadrës e formacionit, se ishte konkurencë e madhe shumë. Stërvitja ishte shumë e ngarkume, akoma se kemi kapët të kohën me pi ujë, me ndërpres stërvitjen, përkundrazi, nuk lejohet pije ujë. Një tjetër kulm në fakt ishte titulli kampionit Ballkanit për shpresa, që për Shqipërinë e izoluar nënkuptonte shumë më tepër se një sukses sportiv, apo jo? Pa, ishte i bumi madh, sepse kryesisht po të shohësh edhe lojtarët që janë aktivizuar atje, duke filluar që nga Jani Kaçi, ke portier dhe Perlat Musta, Mujo Targa, Kastriot Hysi, që lunim, Perit Ragami, Andrea Marko, Dash Bayaziti, Bermiga, Agostin Gola, në falin në isha arrova tash, Andrea Marko, Lego Bregu, edhe qenë gjithë ishin lojtarë të famshëm, për ne dhe i përmena emrat që kalum grupin, dolëm finale, fitu me Rumund, edhe ka qenë e parum ajo ditë. Përse Starova nuk arriti të luante me kombëtaren e madhe? Unë me kombëtaren e madhe kam qenë që në moshë 3, pra isha në institut dhe Loro Boriçi ishte trajneri i kombëtarës. Janë gumullu një 2-3 herë me ekipin kombëtar, në kohë kur lunte Faruk Srejdini, Safet Berisha e këto. Edhe pasi shkova ke Partizani, pasaj Loro u largu, historie ishte që sa isha ke instituti, profesor Redi, unë isha, se paka shumë ajo kombëtare ka qenë gjithë, përveç meje nuk, gjithë kanë shku në i kombëtar. Më pas nuk u grumullova se kështu erdhën punët, kështu që kam i qik atë kështu, sepse mendoj se meritojshë që t'isha, po. Kanë kalu kohë. E qartë. Largimi nga futbolli luajtur, ishte diçka e logjikshme apo e parakoshme?
Ishte pashmangshme, parakoshme, le të themi në thonjza parakoshme rreth 29 vjeç që lejnë futbollin gjithë, po të them vetëm një shembull Elir Bernacka, një nga sulmuesët më të mirë të gjitha kohërave, golshënues disa viteve radhazi, lojtar e ekipit kombëtar, një ndeshje fantastike me Gjermani Perëndimore këtu, mas një muaj la futbollin. Llogarit. Nuk ishte domethënë ti po të largoheshe nga një klub, nuk ishte kjo praktikë që shkoje në klub tjetër. Nuk ishte kështu lloj lëvizjesh. Edhe sigurisht që edhe kështu në përgjithësi të gjithë tifozat mërziteshin, shifshin 10 vjet, 10 sezone kështu dhe donin tyra të reja. Edhe mosha mesatare këtu ka qenë 28-29, s'lutë njëri më tepër. Një panel pano shkoj 35-36 vjeç, po dhe ai vitet e fundit duke bo dhe rezervën. Mrejt e futbollit, a? Trajneri ishte një profesion që e kishit në planet tuaja apo rastësore? Me ta thonë drejtën eksakt nuk e di se si më ka ardhur. Jemi në vitet e fundit karrierës dhe duke qenë dhe profesioni që ne me Akademinë e Sporteve, me këtë dhe mu merret direkt propozimi kur e lash, merret direkt me shku ke shpresa, u ishte një i Partizanit. Edhe më pas pa bo vitin oferta për qenë zëvendës trajner ke ekipi i parë, në 91 e shoh veten trajneri i parë. Sa e vështirë ishte të bëje trajneri në Shqipërinë e rrëmujshme të viteve 90? Shiko, nga ana teorike njerë, kemi pas fatin e Brezion, sepse në atë kohë kujtohet, unë sa po marrova Institutin e Fizikulturës u organizu një kurs një vjeçar për trajner, dhe gjatë këtij viti ishe më shkëputi nga puna, sa po isha emëruar në shkollë bashkume. Isha pedagog atje. Edhe u shkëputëm nga puna, kollajta epshin lehe atëherë me këtë. Një vit, disa trajnera tuaj, më i famshëm ka qenë trajneri i Bayern Munichut, i cili vinte me cilësinë e instruktorit FIFA-s, 2 javë pa harrueshme me të. Dhe unë po them isha nga brezi më i ri, llogarisë më brenda Miço Papallovi, Fatmir Frashëri, gjithë ky brez që unë isha me këtë brez, që u edukum nga ky lloj trajneri. Ana literaturës ne filluam brezi jon. Filloi u bë për mirë dhe për gjithë brezët që edukum më pas, sepse ishim shumë ndryshe se të parët tonë drejtim. S'kishin një ori trajnerat tonë, s'kishin faj, s'kishin kut meshin një ori. Po, përsa i përket pasaj vështirësitë ishin se jo është 97, jo vishin të fortët, ndalojshin stërvitjen për të gjujt penalti për qef, marrojshin penaltit e të fillojshim në pra. Disa nga vështirësitë vetëm kaq tregova. Okej. Njërisi për kohën ishte dhe roli drejtorit teknik. Ishte një dëshirë juaj apo propozimi drejtuesve të Partizanit? Te kam sa ju unë, me thonë drejtën. Do të thushi pse vitma. Po. Jemi tashi, ka ndryshu sistemi, jemi demokraci. Unë isha pothuajse personi vetëm i familjes që duhet interesohesha për pronat. Shkon po Gradec, shkon Vlorë, shkon këtej, prona nga të 4 anët. E qartë? Edhe mora vendimin e thash kolegëve të mi, shokëve të mi Asanlikës dhe këtyre më radhë muqit. Tim duras që unë tash për dalë drejtor. Edhe se nuk shkon. Që unë shkoj jashtë dhe duhet me qenë prezent. Edhe kështu, kjo është historia e drejtorit. Një kapitull i ri ishte dhe ai sekretarit të Federatës në vitin 97. Përse kjo zgjedhje? Po, unë si që thash fillova 91-shin, edhe përkon direkt me trofe, jo me Universitetin e Krajovës, me Feyenoordin, këto ndeshjet e famshme. Mas një 10 vjeçari që unë me esha non-stop me këtë, kandidova për postin që ju sa po thatë, dhe ajo ishte një eksperiencë tjetër e bukur e imja, pastaj kam bë mirë që kam lëviz në atë kohë. Me 7-8 vjetë në federatë. Rikthimi si trajner sërish në verën e vitit 2004 për të fiksuar disa kulme të reja. Cilën keni shijuar më shumë dhe cilën keni peng në fakt që nuk zjati ai sa dëshironit? Ajo ardhja ime nga sekretar direkt trajneri i Tiranës ishte përkon me ardhjen e 4 donatorëve ke Tirana. Jepin kotat e tyre, klubi ishte i shëndosh nga ana financiare, rezultatet nuk mungun. Pastaj kur ato u shpërndan për arsye të ndryshme, edhe unë lëviza, vazhdoj lëvizje, po ma zanat, jo, ke Partizani, prap, ke Teuta, kam vesh disa panela, si me thonë, edhe ke Besa Kavajs,
e kujtoj edhe fanellën e Vllaznisë si lojtar, po edhe një eksperiencë Kosovë, domethënë pak a shumë. Ndërkohë që kam qenë edhe me ekipet kombëtare, një 2 edicione me shpresat në për turnet në kampionatet europiane. Kam qenë dhe 6 muaj me Bekush Birçën, që tani kombëtarës Bekushi unë isha ndihmës që 6 muaj të themi, gjysmë edicione. Paralelisht për një periudhë të gjatë keni bërë edhe analistin sportiv. Sa e keni vlerësuar këtë rol? Shiko, analisti sportiv me drejtë thoni ju, po ishin ftesat që vinin nga studiet ndryshme, edhe për të folë për kampionatin je brenda asit pasionit që ke, edhe gjykon për atë që shikon në mënyrë pa anshme, një kënaqësi që vazhdon ajo tjetë. Të mban edhe më të lidhur me kampionatin, bën më interesant. Tani më drejtuesi sektorit të edukimit sportiv, cili është pozicioni i shkollës son të trajnerëve në raport me ato europian dhe a kemi ne trajner mjaftueshëm të mirë për të drejtuar edhe në kampionate prestigjioze? Dikur deri para 4-5 vitesh, ne kishim tutor italin, pra na dishte Italia. Edhe kryesisht edhe instruktorët vinin nga Italia. Pastaj UEFA u fuqizu dhe krijoi atë panelin Gjira Panel, ku unë jam antari këtij komisionit sot. Edhe nëpërmjet një konventet që nxori UEFA, është punu pra me konventën e vitit 2020, dhe tash pritet filloj konventa re 2025. Janë ligjet se si drejtohen, se si bëhen kurset. Edhe ne kemi marrë autonomin, nuk na ndjek më njeri, unë duke qenë edhe antari i Gjira Panel, kemi vëzhgimin e UEFA-s në kushtet kur duam të zhvillojmë për shembull goalkeeper A. Ato të vinë kontrollojnë një vit, edhe pse prezantimi është që ti pranohesh nëpërmjet prezantimit, apo UEFA B preparatorit atletik, se ne kemi UEFA C, B, A dhe Pro, por edhe goalkeeper dhe preparator që janë me licencë UEFA. Ti mund drejtosh çdo skuadër në Europë. Mësuarit është bazuar në realitet, si në teori ashtu dhe në praktik, edhe mendoj që këto 4 vitet e fundit, që në vitin 2019 që filloi kjo lëvizje për ta specifiku këtë lloj metode të re, nga 20 deri tash që flasim, her pas here, ja, kjo 25 po e freskon atë 2020-s me ideja akoma më të reja për gjitha forma disiplina, ato se ka dhe futsal dhe ka futbolli femrave të gjitha. Disa pyetje të shpejta, po të lutem pa diplomaci. Cili është futbollisti më i mirë i historisë së Shqipërisë? Riza Lushta. Okay. Kundërshtari që ju ka bërë më tepër të vuaj? S'po më vjen një kështu. A di pse se kam pas në kohën se unë me trit kam qenë sulmues. Okay. Dhe pati një dëmtim një nga formacioni në atë kohë, Petrit Gjoni Shkret, edhe unë nga sulmues i Shkëndijës, isha nga kërshënuesat më të mirë. Kaloj ke Shkëndija ke ekipi para kohë, edhe luajta mbrojtje. Po në atë kohë, të t'i them shpejt e shpejt, përmena pak, Ili Pernasa, Shyq Ballxhini, Llaj Zëri, 3 mjeshtra, Majacin Fier, ato famshmit e Sevedim Brau, Kallucje, që themun, treshja, ato formacioni famshëm i Vlorës, apo Vllaznia me Cababis Din Zhege, Xhan Ragame, Korça me kudo që të përmend deri ke Furtja Lezhës, llogarit që ne çdo javë ishte provim për ne mbrojtës se kishim sulmues klasi. Futbollisti më i mirë i historisë së futbollit botëror? Messi. Messi, okay. Formacioni që do doje të kisha si trajner? Se jo, më mungon që të kem qenë trajneri i parë i ekipit kombëtar, pra kjo do ishte më mirë. Okay. Dhe me që jemi këtu, mendoni se ka disa trajnerë shqiptar që pse jo mund të marrin për drejtuar ekipin kombëtar, duke qenë se të huajt jo gjithmonë kanë pasur ato rezultate që kemi dashur apo kanë arritur objektivat. Përgjigja po, të vjen nga eksperienca. Nëse kthejmë kokën mbrapa, tu mund të kenë ardhur 30 trajnera. Po. Edhe pak shumë rrallë kanë dalë që të kenë pas sukses. Arsyet pse, duke qenë trajner të mirë, sepse kur sapo vjen dhe merr ekipin të duhet njohësh atë ekip që ke marrë, duhet kesh njohuri për kundërshtarët, njohësh mirë. Sado që sot kanë ardhur edhe sepse duke u rritë
duke organizu më mirë klubet me videoanalista, me stafe. Edhe jam i fjallës por kemi disa probleme në këtu që pse është largu vëmendja nga trajnerët shqiptarë dhe shikojmë nga jashtë. E para njerë për të kapë më të mirën, pra objektivat që ka vetë federata, presidenti Duka, po dhe gjithë opinioni që du me ekipin kombëtar. Ja shikot bëj shembull, për shembull, Angli, Serbi, të arreshtove kështu Shqipëri, Letonia dhe Andorra, edhe na kërkohet dalim vetë parë. Një kohë kur nuk kemi as për para Anglisë, as para Serbisë, ta shikojmë tash si jemi me Letoninë. Kërkesa shumë e madhe, atëherë edhe përpjekja kur kjo kërkesë është shumë e madhe, duhet tani sa më i specializuar, apo jo. Silvia për shembull është emri i madh, apo gjithkush kanë ardhur nga jashtë. Por më në absolute, në qofë se do keti Lirdaja, apo Mire Ljosa, apo Shpëtim Dura, apo ne tjetër, jam i sigur që nuk është se do që dojnë, dhe më thënë. Do bëjnë atë që bëjnë dhe këto trajnerët që janë sot. Cili ka qenë roli i familjes suaj gjatë karrierës si futbollist, po mëtej edhe si trajner? E kam fjalën këtu për dy prindrit, por mëtej edhe për bashkëshorten e dy vajzat. Gjyshi im ka studiu në Stamboll dhe gjyshja im ishte nga Stamboll, ishte turke. Llogarit qohesh në 2 natë dhe shifte boksin, ka suskresh, tifoze boksit, edhe gjyshja, llogarit. Ose kur unë për shembull vonohesha në darkë duke luajt dhe duke ardhur çik jashtë orarit që kërkohesh të kthehesh në shtëpi, duhet fshija që kam qenë duke luajt, fshisha dhe kpucët mos me tregu, që sa tifoza ishin, po ishte kjo ide, edhe shpejt gjysha më dhe shpejt grevat se nuk ka dalë mire skuadra zemrës. Po më pas bashkëshortja dhe vajzat kanë qenë mbështetje për ju? Jo, ma ato kanë vujt nga unë, sepse që është trajner, familja për sakrificë e madhe. Ti është që futbolist i lidhur edhe të vazhdojsh dhe trajner, dhe më thonë është një dhimje pa fund për bashkëshortet e sportistëve, që s'mjafton karriera 10 vjetë, po edhe ajo e trajnerit që është pa fund. A ka një mesazh Starova sot për të rinjt? Si mund të bëhesh një futbollist i suksesshëm dhe të luash nivelet larta? Nuk e kanë fëmijët në dorë këtë, Vilma. Të në dorë kemi ne trajnerët. Fëmijët sot janë e kundërta e të shkuarës. Prindrit sot nuk interesohen shumë në thonjza për mësimet, se shikojnë një të ardhme ke fëmijët e tyre në drejtim sidomos të futbollit që mund të sigurojnë jetën nëpërmjet gjithë këtë masivitet që ke ndorë, duhet ta edukosh, pra fokuset duhet tjetë ke zhvillimi i lojtarit. Që në moshë 3, 5, 6 vjeçë, deri në 7, dhe themi 17 vjeçë ku fillon që të bëhesh, ke hyrë në rrugën e profesionistit, fokusi këtu është dhe ndore kanë trajnerët, ato që edukojnë fëmijët. Ato e kanë dorë që të dalin lojtarë, pra ne her pas here kemi nxjerrë lojtarë vazhdimisht apo jo. Por në qoftë se punohet mirë, në qoftë se punohet dhe themi shkëlqyshëm, po ta vesh reti për shembull akademitë sot, akademitë që janë më të pagu trajnerat, janë më të interesu, aty dalin më shumë talenta. Kështu që kjo është baza, pra është si punohet me to. Profesor Starova, të falenderoj që ndave me ne këtë rrëfim veçantë, për të dëgjuar edhe disa detaje të reja të tjera të karrierës suaj. Faleminderit. Faleminderit ju.